ka ro poshtë ajo, do të thotë se unë kur nuk kam majtur një flamurës. Po. Kur jeni kaq të sigurt, zoti Arsenievi, sepse do dua t'i jap fjalën edhe kolegëve, natyrisht ta japin edhe opinionin, por edhe ta bëjmë pyetje. Kur jeni kaq të sigurt për pafajësinë tuaj në lidhje me këtë situatë, pse nuk dorëzoheni, pse nuk shkoni për të bashkëpunuar, nuk ktheheni në Mitrovic për të bashkëpunuar me institucionet e drejtësisë dhe të policisë? Pre svega, kao što sam rekao, mene je poziv policije zadesio na putu. Para se gjithash, si që thash, thirrja e policisë, kur është bërë, mu më ka zëtet në rrugë, kam qenë në udhtim. Kada sam krenuo kod rođaka svoje... E qartë, po sot keni mundur të ktheheni? Jasno. Ne, samo da vam kažem, juče sam ja hteo da se vratim. Unë tje kam dashur të kthehesha. Ja sam hteo odmah juče da se vratim. Pra kam dashur i tje me njëherë të kthehem. I rekao sebi i razgovarao sa svojim kolegama, kažem, ljudi, mislim, meni treba nekoliko sati, ja ću da se vratim. Do të thotë kam qenë në rrugë, nuk kam thonë shokëve, kolegëve të mi, më duhen disa orë dhe duhet të kthehem. Međutim, kada sam video da je gospodin Svećlja postavio panj i zaoštrio sekiru, Mirë po, kur e kam parë postimin e zotit Sveçla, që të nëzomi e ka pret shpatën themi kështu figurativisht. Imam i neke zakazane, mislim, lekarske pregledi. Ndërkohë që kam pasur të caktuara paraprakisht edhe disa vizita mjekësore, ka? Po. Da bih ja dobio garancije da će taj postupak da bude pravedan. Dhe nëse marr garancionin që procedura do të jetë e drejtë, ono što je najbitnije jeste da je mene iskreno i strah, jer... Dhe të jemi sinqert, kam edhe frikë. Petak ja odlazim. Unë Znači ja sam tad sa kolegom imao video da li ima konj vodu. Unë e kam pyetur personin, kënë dëgjova emrin, nëse ka ujë për kalë atje. Velšojebno oduzimanje tog oružja koji se nalazi u štali. Mirë, po kur kam parë se çka ka ndodhur aty, çka kanë marrë atë armë në atë stallë. Suočava sa najvećom energetskom krizom do sada. Dhe Kosova ballafaqohet me krizën më të madhe energjetike deri më tash. Znači, policija ima moje otiske prstiju u dosjeu. Policia i ka shenjat e gishtrinjve të mi. Niko od njih nije rekao da je štala bila. Qartë, pra ju jeni e qartë, Arsenievi, ti shkurtojmë pak përgjigjet për shkak të përkthimit. Ti shkurtojmë pak përgjigjet për shkak të përkthimit. Pra ju jeni të gatshëm të ktheheni dhe të bashkëpunoni me institucionet. Do ktheheni. Samo kada budem dobio čvrste garancije da će to biti isključivo pravno. Vetëm kur të marr garancionet e fuqishme që kjo do të jetë një trajtim. Zoti Arsenievi, bëhet fjalë për institucionet drejtësisë, të cilat duhet ato në parim janë të drejta, nuk kanë se si t'ju anashkalojnë, do ju marrin pyetje, do jenë në proces. U principu, a u praksi. Në parim po, por në praktik. Po çfarë garancish jeni duke kërkuar? Çfarë garancish? Ato monitorohen nga komuniteti ndërkombëtar, Po. Regionat na zajednica. I u slučaju ako treba policajac da bude samo 24/7. Nëse ka nevojë të jetë polici 24/7. A ne da bude politički zatvorenik koji može da bude ako ikada bude bilo došlo do suđenja, da budem godinama u zatvoru. Dhe jo, të jem kundërshtar politik dhe ndoshta të dënohem edhe me sa vite burg dhe të jem në burg. Po kështu nëse vendosni në pikpyetje, a nuk mendoni që i forconi dyshimin se ato armë janë tuajat kur nuk bashkëpunoni me drejtësinë, zoti Arseniević? Ja sam rekao, ja sam već sarađivao sa policijom. Unë thash, kam bashkëpunuar, i ka marrë të gjitha informacionet, numrat e telefonave. Nisam isključio, nisam ugasio telefon, sarađivao sam u istrazi, rekao sam... Unë madje nuk e kam shkyqur telefonin, kam bashkëpunuar. Jedan u Mitrovici,
Sreća za pancir za koji se hvata je